Jemi rikthyer sërish në studio me të ftuarin e dytë për ditën e sotme me zotin Fitim Zekthi, analist, për diskutuar më gjërësisht në lidhje me ditën e zgjedhjeve 11 majin. Zoti Zekthi, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Përshëndetje, më sugje. Si ju duket ky start i zgjedhjeve, edhe nga lidhjet që patëm me gazetarët në terren, është vakët, nëse mund ta quajmë kështu. S'ka shumë pjesëmarrje. Do ta quaj normale, janë orët e para të mëngjesit. Po themi është e diel, njerëzit e diel, e marrin shtruar, unë dola pak herët, shkova votova dhe pastaj erdha te juve. Rrugët ishin gati të qeta, thotë heshta si më qenë zero trafik. Ditë për ditë feste, pa ditë Bajrami, ditë Pashkë, ose ditë Viti i Ri, po themi. Pra ajo lloj qetësie, njerëzit gati po shkojnë qendra e votimit. Kam idenë që është fituar një përvojë mjaftueshme në administrimin e zgjedhjeve tani në Shqipëri, ka kaluar ajo koha e zhurmave, britmave, makinave që rrinë për qendra votimit dhe makinave të luksozit. Duhet të thënë që këtë herë ka edhe një aspekt shumë të mirë që Prokuria Speciale SPAK ka qenë monitorim të gjithë fushatës dhe është monitorim të gjithë ditës sotme. Kudo sot në çdo qendër votimi dhe çdo KZZ në mbrëmje do ketë dhe ka punonjës apo njerëz apo agent të BKH-s dhe të SPAK-ut. Kështu që kjo që ka bërë punën e vet, ka bërë efektin e vet. Frika e ruan vresht. Absolutisht, frika e ruan vresht, sepse shumë njerëz janë mësuar të sillen përdhunshëm ditën e zgjedhjeve apo në fushat rrinë. Ne kemi parë në thuajse çdo zgjedhje. Këtë herë janë më tremur sepse gjërat janë shumë më serioze. Kështu që kjo ka bërë punën e vet, përvoja ka bërë punën e vet. Fushata që realisht e qetë, partitë nuk shkuan në një përplasje, në një kacafytje, po themi retorike, kush e di se çfarë, pati retorik jo aq shumë luftarake. Kështu që gjitha kjo reflektohet edhe në këto orë të para, besoj do reflektohet gjatë gjithë ditës dhe shpresojmë të reflektohet edhe gjatë numërimit, sepse kemi proces numërimi delikat, vështirë, të gjatë, sepse këtë herë për herë të parë kemi votim shumë të ndezur për kandidatët. Pra do mbaroj votimi për partitë, që do marrë 24 orë ndoshta në Shqipërinë, ose mund të marrë edhe diku 28 orë, diku 30 orë, po diku pak, varet nga qarku dhe nga KZZ-ja. Më pas do fillojmë tek numërimi për kandidatët, ku do jetë votim më i komplikuar sepse është më i rëndësishëm, do më shumë kohë. Imagjino, një flet votimi ka 37 kandidatë Tirana, do numërohen tash personi X ka kaq vota, personi Y ka kaq, personi A, B, C, pra, dhe që ka vështirë, po gjithsesi. Një proces që do të marrë shumë kohë. Besoj të shkoj deri nga mërkura, deri nga Eti, ose gjithë java pak a shumë mund të shkoj. Përveç qendrave të votimit elektronik, që besoj ato do t'i kemi rezultate shumë shpejt. Kjo është gjë e mirë, ato janë një lloj letre lakmusi për të kuptuar një lloj trendi si po shkon gjithë Shqipëria, pra Vora dhe njësia numër 10 do dalin që në orët e para pas mbylljes së votimit. Do na krijojnë një ide ne. Ato mund të japin një trend, zoti Zekthi? Pa diskutim. Nuk mund diskutohet që nuk mund sado që është një qendër jo aq e madhe Vora dhe një qendër jo aq e madhe njësia 10, gjithsesi ato janë, po themi, 1/100 e Shqipërisë ose 2/100, pra 1% e Shqipërisë. Edhe në Shtetet e Bashkuara, ata që votojnë të parë në Alask, për shembull, japin një sinjalizim dhe shpeshherë ekspertët e fushatave, ekspertët elektoral, ata që ndjekin në vëmendje që e njohin hartën elektorale kuti pas kuti votimi, ose qendër pas qendër votimi, arrin të perceptojnë diçka edhe nga pak qendra votimi. Jo më nga 40 qendra votimi që do ketë njësia 10, apo nga 30-40 qendra votimi që ka njësia Vora, kështu që rreth 70-80 qendra votimi në një vend që ka rreth 500 qendra votimi janë të mjaftueshme për të prodhuar një lloj trendi. Një trend, sigurisht. Final mund të surprizues. Diskutohet, nuk diskutohet. Pra askush nuk duhet zitohet pretendojë që ajo që doli 110 apo në Vorë është trajta e gjithë Shqipërisë. Por një lloj ideje krijohet. Është e logjikshme në ekonomia, në çdo lloj fushate në të gjitha vendet e botës, është çështja themelore. Sidomos të paktën 7 apo 8 vitet në 2 zgjedhjet e fundit nëse marrim vendet tani. Po, patyshim, sepse varet nga situata. Në vitin 1997 nuk ishte çështje themelore ekonomia. Ekonomia ishte e mirë, ishte shkallë, po njerëzit nuk do votonin cili ofron ekonominë më mirë. Problemet ishin për të kaluar një fazë dramatike të asaj tollovie totale. Në vitin, po themi, 2005, nuk ka qenë eksaktësisht një çështje ekonomie, bëj fjalë për një korrupsion të lartë që do duhet të adresohet. Lufta ku. Pra, varet, edhe është drejt kjo që thonë që më shumë vitet e fundit ka pasur një fokus më madh te ekonomia. Tani ka fokus më realisht tek ekonomia për shkak dhe të shqetësimeve serioze që ka shoqëria shqiptare lidhur me çështjen e ekonomisë dhe emigracioni, i cili ka shkaktuar një plagë edhe te ekonomia jonë, sepse emigracioni. Besoj që sot nuk kemi të bëjmë me Shqipërinë përpara 30 viteve dhe detyrimisht jemi. Shqipëria sot është një vend me standard komplet tjetër, ne duhet ta pranojmë që disa gjëra kanë shkuar në një drejtim të mirë. Shqipëria ka një standard të rritur sa i takon, po themi, infrastrukturës dhe ekonomisë, ka një standard në gjykimin tim shumë të keq në lidhje me funksionimin e shtetit të drejtës dhe me sundimin e ligjit. Kjo është një gjë që është dhe kjo në zgjedhje, pra reforma drejtësi
Prokuroria Speciale SPAK, Gjykata Speciale GKKO, janë edhe këto në fletën e votimit, në një farë mënyrë, sepse partitë janë shprehur, kanë opinione për këtë punë. Pra, si do e adresojnë ato këtë çështje nëse do jenë pushtet. Kështu që do gjykohen edhe për këtë punë, edhe për ato propozime. Por partitë besoj që do gjykohen në radhë parë për programin edhe për ekonominë dhe për mënyrën si ato përpiqen të adresojnë çështjet themelore të vendit që është ekonomia dhe edhe korrupsioni. Korrupsioni është ende. Thirrja zoti Zekthi është për të marrë pjesë në zgjedhje, por kam shtypjen që individët, duke menduar thjesht si individ, shpesh neglizhojnë, nuk marrin pjesë në zgjedhje me idenë që sa rëndësi do ketë ajo një votë edhe ime. një shojnë proteste, le ta themi, në anë të tjerë. Edhe në formë proteste, por do ta lidh më tepër me motin. Mos është mirë të bëhen zgjedhjet në janar në shkurt, që është ftohtë dhe njerëzit janë në shtëpi, sepse në ditë me diell zgjedhin një fundjavë në tash. Po. Ndoshta mos duhet bën edhe ditë. Thjesht duke menduar, këto gjëra janë menduar tek individualiteti. Jam dakord. Këto gjëra janë menduar edhe nga ata që hartojnë ligjin zgjedhor dhe kodin zgjedhor, është menduar kjo lloj periudhe, dhe periudha ka 2 periudha zgjedhore që ku mund bëj zgjedhje. Është kjo pjesa e tanishme deri në qershor dhe pjesa e shtatorit deri nga tetori, pra edhe në atë periudhë mund bëhen. Në janar jo, sepse mund të qellojë një ditë me shumë kohë të keqe, Shqipëria ka vende. Do jetë problem shiu pastaj. Patjetër, sepse shikoj, imagjinoj të votohet në Dibër, të votohet në Tropoj, të votohet në Tepelen, të votohet në zonat e Labërisë, në zonat e Librazhit, të Gramshit apo të bllokohet çdo gjë. Është pamundur. Kështu që kjo është më e mira periudhë për të votuar. Tani, me thënë të drejtën, demokracia është një lloj përgjegjësie. Duhet një sakrificë minimale fare. Njerëzit duhet të kenë, padyshim që duhet të kenë një lloj përgjegjësie për qeverinë që do ketë nesër vendi. Pra do duhet të jenë pjesëmarrës në atë që ata do zgjedhin për nesër. Pra nuk mund të lihet kjo kështu le të ndodhi çfarë ndodhi, unë s'kam punë po ikën. Se duhet mendojmë edhe këtë pjesën që ai që shkon për të votuar zgjedh për veten e tij, kurse ti do të shkosh për zgjedhje për veten. Demokracia është një formë qeverisje e varur nga pjesëmarrja e njerëzve. Kjo nuk diskutohet. Domethënë duhet binden njerëzit që sado të jenë kia partitë, sado të jetë i keq sistemi dhe zgjedhjet, pjesëmarrja është, për mendimin tim, është e detyrueshme. Ka vende që e bën dhe me detyrim. Unë nuk jam për të bërë me detyrim, sepse në fund njeriu do të ketë vullnetin e vet lirë, siç tha edhe për të mos votuar do të ketë vullnetin e lirë. Patjetër, por ama nëse ti nuk shkon të votosh, sepse këtë e ke një mënyrë për të shprehur ti ndaj sistemit tënd, kjo është e justifikueshme. Po nëse ti nuk shkon të votosh, sepse ti thu po shkoj mirë në plazh, por mua kjo është e paprakshme. Zoti Zekthi, do doja t'ju bëja edhe një tjetër pyetje. Sa përcaktuese do t'jetë vota e diasporës në këto zgjedhje? Shumë i kanë pasur, po themi shpresat, po them unë, për një ndryshim tek vota e diasporës, edhe pse kemi vetëm 18% të diasporës të regjistruar, disa zarfe ende nuk kanë ardhur, pritet që sot deri në orën 19:00 të mbërrin dhe pastaj asnjë zarf nuk do të pranohet përtej këtij orari, por do të numërohen me pjesën tjetër të votave në vend. Shiko, mendoj që një lloj diferencë do ta bëj, sepse janë pak krahasuar me sa është numri jon në emigracion, pra diaspora, por janë shumë krahasuar me pjesëmarrjen tonë në zgjedhje. Në Shqipëri dalin zgjedhje 1.5 milion, 1.6 milion, 1.7 milion njerëz, edhe 0.25 milion ose 250.000 njerëz të diasporës, por bëjnë gati 15% të trupës tonë votuese. Pra, nëse trupa votuese shtohet me 15%, sigurisht që kjo bën një diferencë, kjo nuk mund diskutohet. Aq më tepër që mund të ndikoj respektivisht në përqarqje. Për shembull, marrim kot një qark, ta zëm qarku i jo Kukës, është qark i vogël, qarku i Tiranës. Po, marrim. Janë 52.000 vet nga diaspora apo jo. Edhe nëse diaspora mund të ndahet, po themi, një lloj siç janë ndar votat e shqiptarëve, nuk ndikon. Po nëse do ndahet ndryshe, do përmysi rezultatin. Ta them, janë 19 me 18 për dikë, edhe diaspora voton 64 për atë që ka 18, sigurisht do përmysi të kemi 18-19 për tjerë, pra mund të ndikoj. Ose në qarqe delikate si Lezhë, si Berati, që janë qarqe me numër tek mandatesh, ose si, më themi, Shkodra, që janë, atje është shumë më lehtë që të bëhet përmbysje e një pra mandati fundit. Mandati fundit më shkoj nga ne këtej dhe varet shumë nga vota e diasporës. Pra, unë numëruan votat e Lezhës, doli 4-3 për subjektin A, nuk ka rëndësi. Nuk janë numëruar votat e diasporës, janë 7.000 vota. Këto mund ta përmbysin rezultatin. Mund ta ndryshojnë. Dhe mënyra e përfaqësimit, zoti Zekthi, është e dura e diasporës së rish në zgjedhje, sepse shpërndarja mund t'i humbas disi vlerën e votës. Mos është mirë për shembull që të mbes diaspora një qark vete, një zonë vete. Pse jo?
qarku i 13. Po, mund tjetë, edhe ajo është një zgjedhje, bile mund t'ishte edhe më e drejtë të bëjnë atë mënyrë, do kishte një zë që do duhet të adresoj në mënyrë tjetër pastaj. Pra, partitë politike do duhet kishin një ofertë, po themi relativisht të posaçe për diasporën. Mirë po, të nëntosh një ofertë posaçe për diasporën është çike vështirë. Sepse diaspora shumë është parapër, është në Gjermani, është në Amerikë, është në... Pra pjesë më të madhe e përbën Greqia edhe Italia. Plus e diaspora, mendoj unë, domethënë, është më pak në kontakt me Shqipërinë nga se jemi ne këtu. Diaspora më shumë dëgjon çfarë themi ne, ose dëgjon çfarë thon mediat këtu, ose krijon një lloj kontakti mbi atë që shikon ose shef një herë në vit ose kur vjen në verë. Edhe që ta lësh një qark në vete, edhe të përpiqesh t'ju ofrosh atyre një program, një ide, sepse nuk mund t'i ofrosh dot diasporës atij që jeton në New York, atë njëjtën gjë që sepse ai mund të ketë interes tjetër, ai po themi kot tash, ai mund të ketë interes të vetëm që të gjendet një mënyrë që në Shqipëri të zhvillohet një garë lirë ekonomike që ai vit investoi. Pra, që nuk është shqetësimi kryesor, po themi i atij që është bari me dele në labëri, i cili ka probleme që i del kosto e lartë dhe nuk mban dot baktin sepse del çmimi i qumshit shumë i lartë dhe nuk e blen njerëzit. Problemet kanë disë nivel. Pra, kështu që ndoshta hë për hë shpërndarja e votuesit diasporës sipas qartje mund të jetë relativisht më e gjetur. Megjithatë, është ide shumë interesante kjo që thonë juve. Basën të ardhmen. Po përfaqësimin në kuvend si duhet jetë. Partitë, ato të mëdhajat, kanë pasur janë përpjekur disi për të zgjedhur individ nga diaspora dhe i kanë futur në lista. Por i kanë futur në lista, por nuk i kanë dhënë një vend të rëndësishëm në lista. Janë të gjithë në listën e hapur e para dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, mënyra se si partitë tona kanë dashur ta përdorin diasporën për t'i marrë votat, në gjykimin tim është e pandershme. Qose ti e kthen një çështje të rëndësishme votën diaspora, qose ti mendon që diaspora mund të bëjë diferencë, qose ti mendon që diaspora është kontributore e madhe e gjëra të vendit tonë, ku diun, e ekonomisë tonë, e remitancave, gjithë me radhë, ti do duhet që ta trajtosh atë vërtet seriozisht dhe nuk duhet që merri 10 njerëz nga ajo ose 5 njerëz nga ajo dhe në listën 140 veta, ti fut ata në listën e hapur ku ata kanë pak shanse ose as pak shanse për të qenë në parlament. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë, unë mendoj që partitë në Shqipëri duhet të kenë më në fund kurajo. Duhet ta kishin padur, po s'e kanë padur, s'kemi si bëjmë tani. Kjo është situata që të bëjë një ligj më drejt zgjedhor, që të përfaqësojë më mirë shqiptarët. Ky lloj ligji që kanë bërë këta, nuk i përfaqëson në mënyrë duar njerëzit. Për dy gjëra. E para, një pjesë në listën e mbyllur që nuk votohet fare, bëhen deputet janë të sigurt, një pjesë në listën e hapur me zor të madh, disa shumë pak tyre do bëhen deputet duke marrë shumë vota. Pra ka një problem me ndershmërinë në këtë aspekt. Tjetra, kemi një ligj zgjedhor, gjithashtu që e ndan Shqipërinë në zona në bazë të qarqeve. Kemi qarqe si Kuksi që janë me 3 mandate deputetësh dhe qarqe si Tirana me 37 mandate deputetësh. Pra qarku i Tiranës është 12 herë më i madh se qarku i Kuksit. Ose thënë ndryshe 1200% më i madh. Me gjemi të qarqet, zoti Zekthi, të ndalemi për një moment tek qarku i dytë pas Tiranës me numrin më të lartë të mandateve, pikërisht Fieri. Kemi gazetaren Djamila Leka aty. Djamila, përshëndetje edhe një herë, nëse kanë të një zhvillim të fundit, presim ta ndash me ne. Përshëndetje Viola, ne aktualisht ndodhemi në shkollën Jakov Xoxa. Shohim gjitha nga komunikimet që kemi pasur me të gjithë qytetarët, procesi vijon normalisht pikërisht në këtë shkollë apo në këtë qendër votimi. Vijon të ketë një pjesëmarrje, domethënë duke vazhduar orari drejt pjesëmarrja e qytetarëve vijon të shtohet më tepër. Ajo që kam vënë re në fakt që doja ta ndaj edhe me ju është se ka pjesëmarrje kryesisht nga mosha e dytë dhe mosha e tretë, kryesisht kemi vënë re që pleq kanë ardhur dhe kanë votuar për të ushtruar atë detyrën qytetare, duke i dhënë një shembull dhe të rinjve, qoftë kjo dhe një thirrje për të gjithë të rinj që të marrin pjesë për të ushtruar detyrën e tyre qytetare apo një obligim i cili është dhe procesi zgjedhor apo vota e gjithë secilit. Siç e theksova këtu në këtë shkollë ku ne jemi pozicionuar aktualisht,
procesi i votimit ka vijuar normalisht, nuk ka problematika madhore që mund të ketë një ndërprerje të procesit të votimit, normalisht disa probleme të vogla përsa i përket pajisjeve elektronike, por janë rikuperuar dhe gjithçka vijon në normalitet. Pikërisht në këtë qendër votimi ka qenë dhe kryebashkiaku i Fierit, zoti Armando Subashi, i cili ka votuar duke i dhënë dhe qytetarëve një mesazh, dhe nga ana tjetër ishte edhe një thirrje për vetë qytetarët, nga zoti Subashi për vetë qytetarët që të marrin pjesë në procesin e votimit dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Nuk e di nëse keni diçka për të shtuar. Djamila, në lidhje me ndonjë problem apo incident që mund të ketë ndodhur në qarkun e Fierit, është gjithçka e qetë? Deri më tani nuk kemi raportuar asnjë incident, paktën nga ato kontakte që ne kemi pasur dhe nga ato informacione që kemi marrë deri më tani. Të njëjtën gjë ka deklaruar dhe vetë kryetari i bashkisë, të cilën ne do ta ndjekim për pak në një deklaratë i cili dha për media një deklaratë, por deri më tani ka vijuar një proces normal, të paktën në të gjitha këto qendra që ne kemi pasur komunikimet dhe kemi marrë informacionet e dhura, por pikë së pari unë ftoj të ndjekim dhe deklaratën e zotit Subashi, i cili dha për mediat pas votimit të tij në këtë qendër. E ndjekim. Sot besoj është nga do ditë e shnuara ku politika hesht dhe normalisht duhet heshti dhe duhet flasin qytetarët me votën e vetë. Ndaj mesazhi im në këtë ditë është shumë i thjeshtë. Të gjithë të dalin të votojnë, të votojnë, të votojnë, të votojnë. Vetëm duke votuar, besoj që gjithë secili do të bëjë realitet dhe do të përmbushi aspiratat e veta për një Shqipëri më të mirë, për një Shqipëri më të drejtë dhe për një Shqipëri drejt Bashkimit Evropian. Qarku i Fierit është konsideruar si një zonë nxehtë elektorale. Mendoni se do të kalojë një proces i qetë? Nuk besoj që nisur edhe nga tradita që kemi pasur, sepse ne jemi dëshmitar të gjithë. Fieri nuk ka pas realisht probleme, mund të ketë pasur më saktë tek tuk në incident vogël, por në përgjithësi situatat zgjedhore në Fier u bën vite që kanë qenë situatat qeta dhe unë jam i bindur që edhe sot çdo gjë do të shkojë shumë mirë. Madje kjo është nga ato gjërat e rëndësishme, do të thoshja, që procesi zgjedhor të jetë i qetë, të jetë i drejtë dhe njerëzit vinë të votojnë me qetësi dhe ç'është më e rëndësishmja, le të themi pa incidente, sepse sigurisht ndofta edhe një incident i vogël mund të ndikonte, le të themi, në imazhin e këtyre zgjedhjeve. Por nuk besoj që qarku i Fierit është qark i nxehtë, sepse ne kemi qenë dëshmitar, ka qenë një fushat shumë e qetë, ka qenë një fushat shëmbullore, do të thoshja, nga të gjitha partitë politike dhe nuk është se ka pasur incidente apo probleme që të paktën ne mund të kemi dëgjuar aty këtu në qarqe të tjera. Subashi, si ju duket pjesëmarrja në zgjedhje vjuar pas nisjes së procesit, ndoshta referuar edhe viteve të kaluara? Nuk kam info me thënë drejtën se sa është pjesëmarrja, po besoj që Fieri do të vazhdoj të jetë në ato pritshmëri që ne kemi pasur edhe në zgjedhjet e kaluara, qoftë në zgjedhje përgjithshme, qoftë në zgjedhjet e pushtetit vendor, sepse nga të gjitha informacionet që kam, besoj që pjesëmarrja do të jetë pothuajse në ato nivele. Jemi rikthyer sërish në studio, zoti Zekthi, thirrja patjetër nga të gjithë është votoni, votoni, votoni. Por janë rreth 114.000 të rinj që votojnë për herë të parë. Si shikoni interesin, por edhe rëndësinë e tyre nëse kanë interes votojnë? Me thënë të drejtën, nga që jam në kontakt me të rinj për shkak të punës që kryen në universitet, është e vërtet, ose dua të them që të rinjt kanë pak interes. Janë të shkëputur nga ajo që ndodh në realitetin politik shqiptar, kanë pak informacion se çfarë bën qeveria, çfarë bën opozita e me radhë. Ky është i shqetësim, me thënë drejtën, gjykimin tim, mirë po do të kuptojmë që jetojmë në një periudhë të komunikimit masiv në rrjetet rrjete sociale dhe të komunikimit masiv në këtyre video të shkurtë, të cilat nuk i lejojnë njerëzit të mendojnë gjatë, të shohin gjëra të tilla si fjalimet apo deklaratat e politikanëve. Megjithatë, mendoj që në Shqipëri ende jemi në një periudhë shumë të mirë sa i takon çështës të rinj, sepse të rinjt në Shqipëri dalin dhe votojnë, sepse ju kërkojnë prindërit dhe votojnë siç votojnë prindërit, me thënë të drejtën.
Pra, shumica e vëzhgimeve sociologjike ose shumica e studimeve që janë bërë në këtë fushë thonë që prindit ende kanë një lloj influencë mbi mënyrën si votojnë të rinjt. Kështu që mendoj që do dalin, tani janë ende herët ditë pushimit, ditë e diel, kanë qenë mbrëmë nëpër kudion nëpër kafe, kanë bërë mohabet me njëri tjetrin deri vonë dhe po besoj që nga ora 12 më pas e drekës, besoj të 3 do dalin zgjedhje. Kjo është gjë e mirë. Pra, ndryshe nga bota kur të rit, domethënë nuk është influencuar ai shumë nga prindrit. Tu ende influencor, unë e quaj të mirë influencimin e të rinjve nga prindrit. Dikush më thotë që kjo është gjë e keqe, po unë mendoj që është gjë e mirë. Besoj që do dalin në zgjedhje. Besoj që do kemi pjesëmarrje relativisht të gjerë të rinjve në zgjedhje. Pra të këtyre që janë të votues për herë të parë, sepse të rinjt ka shumë të rinj. Të rinj janë 23, 25. Sepse do të kemi parasysh që trupa jonë votuese në një masë dërmuese përbëhet nga grup mosha 18-35 vjeçare. Kjo lloj trupe votuese është mbi 5% e shoqërisë. Pjesa tjetër është 50%. I kanë shënjestruar politika këta? Shiko, politika mundohet të gjejë një mënyrë të krijojë një kontakt me rinin. Thashë herë, rinia komunikon vetëm në Instagram, në TikTok apo në çfarë këtu. Ju të dy jeni të rinj, jeni shumë më shumë afër. Jo sa ata. Jo sa ata, po ama jeni shumë më shumë sa unë dhe jeni shumë më shumë të midis. Të informuar se si ata komunikojnë. Edhe duke qenë se janë të futur në këto dy rrjetesh, politika ka që vështirë sepse politikanët komunikojnë kryesisht me media masive. Sigurisht janë politikanët edhe në këto online, Facebook, Instagram, TikTok, por jo ai shumë kam idenë që ndoshta Partia Socialiste mund të ketë bërë përpjekje çik më të mëdha që të gjejë një mënyrë të adresojë. Shiko, sepse ka një problem shumë komunikimi që ndodh në rrjetet sociale, nuk është komunikim mbi gjëra bazike, nuk është komunikim substancial, nuk trajtohen temat, nuk trajtohen ideat, nuk elaborohen pikpamje aty. Hidhet një video i vogël, pra, sekondan është tek spektakli, është tek zbavitja, kështu që do të jetë një mënyrë që ti të rrejesh. Janë përpjek, është pak e vështirë. Por mendoj që politika në Shqipëri ka prindrit e të rinjve, po ka prindrit ka për të rinjt, sepse thashë që të rinjt në përgjithësi votojnë siç votojnë të. Nuk e dim nëse janë të rinja, po jo, po pjesëmarrja deri më tani, deri në orën 10 më saktë, 10:30 minuta, është 12.67%. Natyrshëm dhe duke krahasuar me shifrat e vitit 2021 më e ulët. E themi edhe një herë nga kjo studio që vota është instrumenti më i mirë për të shfaqur pikërisht tuaj. Lidhemi në këto momente dhe shohim edhe Kryeministrin e vendit ende paktën Edi Rama duke votuar. Është drejtuar në qendrën e tij të votimit në Surrel dhe është duke kryer procedurat për të shkuar më tej së bashku me bashkëshorten patjetër Linda Rama dhe për të plotësuar fletën e votimit. E ndjekim për pak momente gjithë procesin. E shojmë numrin 5 në fakt tek pantalonat që ka përzgjedhur. Pantalonat, atletet, bluza. Me sa duket është një prej liderëve politik që e ka respektuar, po themi atë orarin që zakonisht preferohet të shkojnë liderat politik drejt qendrave të tyre të votimit. Por gjithsesi votojmë para herët. Edhe kutia që nga plot. Okej. Kanë votuar se duket që në fix about banorë Surreli. Kanë dashur ta presin Ramën me kutinë e mbushur. Me kutinë plot. Okej, nuk e dim për çfarë është duke menduar. Okej. Po, ishte zëmë. Okej. Përfundon votimin e saj Linda Rama. Largohet duke falenderuar, ndërkohë që presim edhe zotin Edi Rama të përfundoj plotësimin e fletës votimit të tij dhe më tej ta vendos brenda kutisë që më vonë do të dërgohet drejt qendrave të numërimit. Okej, me sa duket e ka përfunduar. Nuk e dim nëse do të ketë një mesazh, një prononcim për mediat, po madhomendja që po, ashtu sikur se kanë bërë
të gjithë liderat e tjerë politik pasi kanë përfunduar procesin e tyre të votimit, mbase jo për të dhënë ndonjë lajm, po themi, por më shumë për të po themi përftuar qytetarët që të votojnë dhe t'i drejtohen gjitha qendrave të votimit. Okej. Shojmë momentin teksa del nga ambientet e qendrës së tij të votimit në Surel. Okej. Pak bisedime me qytetarët kam përshtypjen, apo... Okej, një foto ta kemi nga... Po, një kujtim zgjedhjesh. Në fakt, zgjedhjet janë një moment historike i rëndësishëm, kështu që natyrshëm përcillet me këtë interes. Okej. Presim për pak nëse do të ketë një deklarat, diçka që do ta thoj për media. Mesazhi për të votuar patjetër. Mesazhi për të votuar që nuk ka munguar nga asnjë prej politikanëve. Okej, i drejtohen. Okej, e gjem. Është fjala e popullit, kështu që të presim çfarë do thot populli. Faleminderit. Si shkelët kodin zgjedhor duke amnistuar gjobra aty para zgjedhjeve. Okej, gazetarët drejtojnë pyetje ndërkohë ndaj kryeministit Rama, por me sa duket, të gjithë janë duke respektuar heshtjet zgjedhore. Për ta mbyllur fare, sepse jura fati që të ndjekim liderët. S'kishte thirrje për të votuar nga kryeministi Rama. Rëthish rezultati, po, fjala e popullit. Por po i tjetë lakonik. Do të themi diçka që komunikimi i kryeministit Rama që kur ky ka ardhur në politikën shqiptare në vitin 98, ka qenë pak ndryshe nga të tjerat, unë nuk është sa e pëlqej me thënë drejtë mënyrën si kryeministi Rama komunikon, pra ai përpiqet që të mos jetë në atë diskurin e zakonshëm që bëjnë politikanët gjithandej, përpiqet edhe këtu u po tha një fjalë që është fjala e popullit dhe për mua është korrekte edhe kjo, po unë thashë herë unë jam po themi njëri që dëshiroj një mënyrë tjetër të adresuarit njerëzve. Thirrja për pjesëmarrje është e drejtë, është normale, mund të bëj. Gjithsesi dhe kjo është korrekte. Okej. Faleminderit zoti Zekti. Faleminderit ju.